Të dashur vëllezër e motra. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, është shembulli më i lartë i kristalizimit të Kuranit në shpirt. Imamët prej gjenezës së tij janë njerëzit më të ditur për njohuritë e Kuranit pas profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Pre atyre imamëve është edhe imam i madh i cili ka lindur në 15 Ramazan, Imam Hasan ibn Ali, paqja qoftë mbi të. Ai ka qenë nipi i parë i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Në këtë natë ne duhet të përfytyrojmë gëzimin e madh që e mbuloi shtëpinë e profecisë e të mesazhit islam kur lindi Imam Hasani. Të përfytyrojmë gëzimin që mbuloi zemrën e vulës së profetëve, profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij kur lindi nipi i tij i parë. Ai e quajti atë me emrin Hasan, ashtu siç quajti vëllain e tij me emrin Hussein. Këtu duket qartë edhe urtësia e Allahut dhe vullneti i tij që profeti të mos ketë fëmijë meshkuj, por gjeneza e tij të vazhdoi me Hasanin dhe Husseinin, dy nipat e tij. Kjo nuk është rastësi, por është një planifikim hyjnor që ka lidhje me të ardhmen e mesazhit, me të ardhmen e fesë dhe me të ardhmen e popullit deri në ditën e Kiametit.